Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi në kanalin Monitor TV me ngjarjet që në fakt po ndodhin në shtëpinë e Big Brotherit. Edhe pse është ora 3 e mëngjesit, banorët nuk kanë informacione sa është ora, diskutimet, debatet, ofendimet, zënkat kanë qenë shumë të mëdha. Që nga Danja, nga Rozana që janë ofenduar me ropë shtëpie, ku Rozana, në fakt Danja, filloi të qanu, lëndua dhe u prek shumë nga veprimet se si Rozana i bënte, nga mënyra se si Rozana qaseshte, nga mënyra se si bënte ofendimet. Danja shkoi në dhomën e rrëfimit dhe u mërzit shumë kundër drejt Rozanës. Rozana e quajti një femër të ullët, e quajti një femër të pacip, e quajti një femër pa dignitet, e quajti një femër pa moral, e quajti larask, ndërsa Danja i thonte Rozanës që unë të paktën nuk jam si puna jote, unë këtu kam hyrë në shtëpi me një mision dhe kam hyrë me një qëllim, gjë për të cilën ti nuk je duke e bërë. Debati eskaloi, domethënë eskaloi aq shumë sa që unë nuk e kuptoj dot Rozanës si mundet që të largohet edhe si mundet që të del kaq shumë nga vetja dhe të acaron kaq shumë veten e saj, apo në një farë mënyre të krijojë një lloj le të themi kërcënimi. Kjo është kërcënim që po bën Rozana në shtëpi. Danja u mërzit shumë, filloi të qanë me dënes, edhe shkoi në dhomën e gjumit ku dëshironte që të qetësohet. Vllau i madh e pa që situata është deri në boksa më me njëra tjetrën, domethënë Rozana u afrua shumë tek Danja sa që le të themi dëshironte edhe ta godet, dhe Danja për këtë gjë u lëndua tepër. Diskutimet vazhduan, situata vazhdoi, të gjithë gocat u përfshin në këtë debatin, duke i quajtur Danjën një vajzë e cila është raciste, një vajzë e cila është gënjeshtare në fytyrën e saj, në mënyrën se si ajo vepron, një buzëqeshje gënjeshtër e gjëra të këtilla. Danja u lëndua shumë, por duke që është një banore shumë e favorizuar. Për shembull në komentet në të cilët unë i shikova pas këtij diskutimi, që domethënë ditën e djeshme ka qenë një diskutim shumë i madh që jam shumë i bindur që do të del nesër mbrëma në Prime, Danja u tregua shumë e fortë dhe shumë stoike, edhe pse në fund u lëndua. Laerti e mori jashtë Rozanën dhe i tha të lutem shumë, tha që të sotha se je tha 45 vjeçta edhe mund të kesh probleme me tensionin, dhe Rozana u acarua shumë, po tha se jemi 45 vjeçta ne, tha tash nuk do arrim tha në atë për një zëng tha që kemi bërë, ndërsa në anën tjetër domethënë Danja po skuqej, po nevrikosej dhe tensionet janë në grada shumë të larta. Vllau i madh me patjetër që do të merr një diskutim të gjerë për këtë ngjarje, me patjetër që do të bën një diskutim të gjerë. Rozana e provokonte, i shkonte nga para, i shkonte nga mbrapa, domethënë e prekte, le të themi deri diku në trup, por njëkohësisht edhe Danja largonte karrigen nga tavolina. Në një moment unë thash u rrëzua nga nervoza që kishte, ku në këtë debat u përfshi dhe Gerta, domethënë u bë një debat i shumë anshëm, u bë një debat i shumë diskutuar, një debat që në fakt solli shumë dinamika, shumë ngjarje, që do shohim se çfarë do të ndodhen. Do kisha dashur të marr mendimin tuaj, çfarë mendoni ju se do të ndodhen në Prime gjatë diskutimit dhe dinamikës që Danja dje pati me Rozanën, që realisht ishte një diskutim shumë i frikshëm, që kaloi në denigrime shumë të mëdha, por kaloi dhe në acare që një njeri normal nuk mund të ketë atë lloj acari. Pyetja është çfarë ndikon? Ndikon izolimi, ndikon urrejtja, apo ndikon bindja që Danja mund të jetë një finaliste e Big Brotherit?